Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka refuzuar takimin me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, i cili edhe është kryetari i lëvizjes vendosur, parti kjo që ka dalë para në zgjedhje. Kurti kishte ftuar Abdixhikun që të bëjë një takim konsultativ për konstituimin e Kuvendit të Kosovës dhe formimin e qeverisë së re. Megjithatë, sipas Abdixhikut, ky do të ishte një kapërcim fatal i identitetit njerëzor dhe politik. Ka thënë se nuk mund të kapërcejnë gjuhën e përdorur, sikur ajo që ju ka thënë Albin Kurti partive opozitare hajvanat, apo edhe gjuhë të tjera si aludimet për bashkëpunëtor të Serbisë. Dhe prandaj edhe Lidhja Demokratike nuk është as për një takim konsultativ me lëvizjen vetvendosje. Kujtojmë që seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës do të bëhet më 15 prill, ndërsa gjatë ditës së sotme të 8 prillit nënkryetari i vetvendosjes Glau Konjuca ka thënë se takimet me partitë e opozitës, të cilat kanë qenë gjatë legjislaturës së kaluar, janë plani B për të formuar një koalicion qeverisës, për shkak se sipas tij plani A ai i fitimit të 500.000 votave dhe formimit të qeverisë vetëm nga lëvizja e vetvendosjes tani më vetë se ka dështuar. Na kemi qenë transparent, qëllimi ynë ka qenë me vazhdu një qeverisje si që kemi, mundësisht pa parti tjera opozitore. Dhe pastaj të merë rezultatin e zgjedhjeve edhe e shet që nuk e mujt me arritë qëllim. Kjo është demokraci. Ke pasti qëllim, nuk e mujt me arritë qëllim. Dhe pastaj e modifikon rrugën. Nuk është kur farë, nuk është mëkat kjo në demokraci. Të i vendos një qëllim, e kemi pas qëllimin 500.000 vota, nuk i kemi arritë ato, tash o skenar tjetër, o skenar B.